Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kjo pyetje thot, si dhe kur jepet zakatul fitr dhe a lejohet dhënia e parave në vend të ushqimit. Fillimisht, zakatul fitr është një prej adhurimeve që na i ka bërë obligim Allahu subhanahu wa ta'ala në Ramazan. Dhe ky zakat quhet zakat al-fitr. Dhe fitr do të thotë është e kundërta e agjerimit. Që do të thotë me fjalë tjera është zakat i ushqimit. Nuk është zakat i parave, as zakat i bagtive për shembull, as zakat i ndonjë çështje tjetër, por zakat i ushqimit. Dhe patjetër duhet të jepet ushqim, është obligim të jepet për secilin antar të gjallë të familjes, secilin që është i gjallë, do të thonë edhe të mëdhenjt edhe të vegjëlit që janë familje, edhe pastaj është edhe për robërit, do të thonë është obligim, pra e jep i zoti familjes për të gjithë antarët e familjes vet. Edhe ata që agjirojnë, edhe ata që nuk agjirojnë, do të thonë për arsye sheriatike, është obligim për gjithë ata, kurse është e preferuar gjithashtu edhe për foshnjën që është në bark, që nuk ka lindur. Do të thënë nëse është gruaja shtatzan, edhe për atë fëmijë është e preferuar të jepet zakatul fitr. Për secilin antar jepet, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, një sa ushqim. Pra kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe kjo është ajo që e kanë transmetuar sahabët, një sa ushqim. Dhe ky sa është en që ka qenë mas matëse, që është përdorur në për tregje, edhe për shitblerje, në tregje, në shtëpi, edhe për shumë çështje, do të thënë ka qenë i njohur, sa. Kurse tani në kohën tonë, ata studiuesit e këtyre çështjeve kanë treguar në mënyrë më precize se kur matet kjo enë që ka 4 emdad, do të thënë është e barabartë me një enë që nxe 3 litra. Do të thënë 3 litra vëllim. Pra ena ka vëllim prej 3 litrave ose si thuhet 3 decimetra kub. Kjo duhet dihet, do të thënë kjo enë mbushet me ushqime dhe këto ushqime duhet të jenë prej ushqimeve kryesore të atij vendi. Do të thënë me të cilat jeton njeriu. Jo ushqime që janë si thuhet finesa, por ushqime themelore, me të cilat jetojnë njerëzit, edhe secili vend i ka ushqimet e ndryshme. Do të thënë të ndonjë vend është për shembull buka ushqim kryesor, të ndonjë vend është orizi, të ndonjë vend është peshku për shembull, të ndonjë vend pa marrë parasysh se është me rëndësi ai që është ushqim kryesor në atë vend. Dhe ky ushqim duhet të jetë i asaj forme, do të thënë që ruhet pa pasur nevojë për frigorifer. Do të thënë që mund të deponohet, siç janë ushqimet e thata, për shembull gruri, ose mielli, ose elbi, ose orizi, ose fasulet, ose gjithashtu ka mundësi të jenë edhe makaronat ose jufkat. Do të thënë diçka që janë të thata dhe ruhen, nuk kanë nevojë për frigorifer. Pra këto janë dy cilësitë e asaj që jepet, që të jetë ushqim kryesor dhe që mund të ruhet. Do të thënë pa pasur nevojë për kujdesje të veçantë. Përndryshe përmendje edhe gjalpi për shembull ose gjiza ose qumshti i tharë, do të thënë qumshti i pluhur. Do të thënë gjitha këto që janë ushqime kryesore që hanë veç ato ose janë pjesë e ushqimeve kryesore me të cilat jeton njeriu. Do thotë këto dy cilësi dhe sasia duhet të jetë një sa. Dhe ky sa është 3 litra. Këto 3 litra kur mbushen, do të thënë varet nga lloji i ushqimit, pesha mund të ndryshojë, mund të jetë. Do të thënë nuk është ajo e caktuar prerasi. Do të thënë pesha edhe të njëjti, për shembull vetëm fasule, me një lloj të fasuleve ka mundësi të peshojnë më shumë, një lloj tjetër mund të peshojnë më pak. Prandaj, më rëndësia është që të jetë një enë, edhe kjo nuk është diçka vështirësimi i madh për muslimanët, sepse disa e thonë se kjo është shumështi, kjo e tregon për tacinë e njerëzve.
se cili ka ndonjë enë që është mas matëse në shtëpinë e tij, qoftë të paktën kanë 1 litër, edhe me atë mund ta matin ushqimin, domethënë është çështje shumë e lehtë, nuk është vështirësim. Dhe është ndihmë për të varfrit që tu çohet ushqim, ashtu si ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Kurse sa përpara, domethënë nuk ka argument në Kur'an ose në Sunet ose në fjalët e sahabeve që kanë lejuar të jepen para përveç domethënë vend të ushqimit. Prandaj edhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve dhe i 3 mëdhëbeve. Vetëm në mëdhëbin Hanefi ka që kanë thënë se lejohet edhe para, mirë po si tham bazë në argumentet e Kur'anit dhe Sunetit ose fjalët e sahabeve nuk dim, wallahu a'lam. Prandaj duhet jepet ashtu si ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra me urdhrin e Allahut, duhet jepet ushqim dhe është zekati i ushqimit. Nuk është zekati i pasurisë. Kurse zekatin e pasurisë duhet ta japë para. Prandaj kush që ka obligim zekatin e pasurive jep para. Ua jep të varfërve. Dhe nuk vjen pastaj te zekati i pasurisë të thot më mirë t'i blej harç. Domethënë kështu bëjnë njerëzit. Kur vjen zekatul fitr, thon më mirë të holla, edhe ata dinë vetë çka blejnë. Kur e kanë obligim të japin para, thon a bën më mirë t'i blej ushqime, sepse nuk e di ata si do ta shfrytëzojnë e kështu me radhë. Do thotë duhet t'i nënshtrohemi shariatit dhe ta bëjmë atë që jemi të urdhëruar.